Përshëndetje, unë sa po erdha këtu tek lagja, erdha nga puna, do me thënë, si mora fare sot me vete se kam qenë shumë e ngarkuar në mëngjes, ka me shpejtësi, gjitha, tani takova një vajzë fantastike, po do ju flas pastaj, pas pune 2 sekonda, sa i thash diçka, edhe tani do ikim me vrap brenda tek shtëpia. Në fakt tani kam një takim me një nga këto target smuta flege për mikin, që ta lëm do një ditë të javës, por nejse muhabet tjetër, këtë do ju flas një herë tjetër për këtë. Po ikim me vrap, se nuk kam shumë kohë. Po iki në shtëpi tani, do ika në shtëpi unë, sepse ju thash që do ika në shtëpi, por nuk ika në shtëpi. Ika tek një target smuta që ju thash që do gjejmë për mikin, ishte një nga Brazili, ishte shumë e mirë, nuk e di e dini apo jo ju, po unë e kuptoj portugeshën ose portugalishtën shumë mirë. Edhe i kam shumë qejf këto në fakt. Ishte shumë e mirë, më pëlqeu shumë. Edhe vendi aty më duke i lezetshëm, kishte një aromë siç vjen në fshat, e keni parasysh, kështu që si ajo aroma e drurit, jo për keq, jo për mirë gjithmonë. Ajo aroma e drurit, kështu ishte shumë nice. Më pëlqeu, 5 fëmijë kishte, miki ishte i vetmi djalë, kishte vajza deri në 2 vjeç, pak a shumë sa miki. Ishte shumë mirë. Nuk e di, tani do flas një herë me Ivin, do ta sjell, unë i thash që dua ta sjell një herë mikin këtu që të shoh ai vendin, nëse i pëlqen, nëse e tërheq atë, edhe kështu. Se di, do iki tani në shtëpi, jam pak emocionuar në fakt, nuk e di pse është kështu dhe me fëmijën e tretë, po nuk ka të bëj njerëz, nuk ka se i dyti se e ke më lehtë, i treti, jo, me çdo fëmijë të vëm njësoj, është kështu është, nuk e i bën, po i me vrap shtëpi tani, mos vënojmë se më ka marrë malli për temrat e mia, me zi, po pres ti takoj. Dëgjohemi. Mag es ja immer sein, dass das mehrere Leute betrifft. Mirë mëngjes nga një tjetër ditë. Dje nuk ju mora më fare me vete, sepse e keni parasysh sa vi nga shkolla, nga puna direkt, futem në webinar, edhe normalisht në webinar nuk është se thjesht rri dëgjon, por duhet të jesh aktive, si në shkollë domethënë, me pyetje, me detyra, me gjëra. Kështu që u lodha shumë, e njëjtja është ditë shumë e ngarkuar për mua, shumë e ngarkuar, por si që thash shkova dhe tek ajo zonja që pyeta për mikin, më pëlqeu, ishte shumë këndshëm atje. Ajo mbante deri në 5 fëmijë, 4 ishin vajza rreth moshës së mikit, kështu pak a shumë, disa kishin bërë 2, se miki nuk ka bërë akoma 2, por që pak a shumë në të njëjtën moshë, edhe një sa miki diku tek 1 vjeç e gjys, kështu. Edhe më pëlqeu, nuk jam mësuar akoma me këtë konceptin fakt të këtyre tagës flege muta, se gjithkohës fëmijët i kam çuar në çerdhe, por doja të bëja një ndryshim dhe të shihja nëse do të gjendej më mirë kështu, se qëllimi im nuk është ta çoj për ditë, qëllimi im është ta çoj 2 herë, 3 herë në javë. Domethënë kur ka mund diçka shumë urgjente për të bërë ose kështu gjëra që do të më duhet pak kohë, edhe fakti për të pastruar shtëpinë ose për të bërë punë që miki për shembull nuk më lejon ti bëj, se okay, përpara flinte gjumë, 2 gjumë dhe më linte, por tani nuk fle, 1 gjumë flen drejt. Kështu që po, nuk e kam vendosur ende, nuk e kisha shumë të vështirë ta shkëputja. I thash asaj që do vi një herë me mikin që të shoh reagimin e mikit, do ta pëlqejë atë zonjën apo jo, ishte shumë e mirë. Edhe do ta shohim një herë, nëse do përshtatet, do t'i pëlqej. Nuk është se kushtet edhe gjërat ishin wow, shumë të mira, por ishin okay. Pastaj për pagesat dhe kështu gjërash ishin normalisht to janë me pagesë, është me orë, domethënë për orë paguhet diku tek varet nga ajo tha që këtu dërgohen këto tek zyrat që janë ekstra për këtë punë, edhe ata pastaj e vendosin se sa do paguash ti në bazë të rrogës që ti merr për ata ardhurave që kemi ne si familje, që besoj se nuk e di, po do na bjeri të paguajmë diku tek 2,40 € ajo për në varësi të ardhurave, po kishte maksimumi, kështu që mund të paguajmë edhe më pak. Edhe 4 € ishte për orë, për ushqimin, për mëngjesin dhe për drekën. 4 € dita. Kështu, tani nuk e di, nuk e kam vendosur ende, kjo puna e çmimit nuk është thash problem, sepse qëllimi është që ai të kënaqet pak më shumë, ne të kemi pagas më kohë të lirë, edhe kështu. Dhe po ju thoja unë ju dje që takova një vajzë shumë fantastike, Jonën,
të cilën Jona më ndjek në YouTube edhe në Instagram, po Jonën e kam njohur te ky kursi që zhvillova për këto produktet e personalizuara. Edhe ishte vajzë shumë fantastike, të gjitha vajzat në fakt që ishin aty ishin shumë fantastike, por me Jonën patëm dhe një klik sepse Jona mori dhe të gjitha mjetet që kemi, kështu që Jonën do keni vajzën që bën këto produkte të personalizuara tani, edhe do ja u tregoj. Ishte shumë e adhurueshme bashkë me vajzën e saj, më dha një çantë shumë të bukur me ëmbëlsira, me gjëra për fëmijët që ata u kënaqën shumë kur vajta unë fakt ja dhash. Dhe po, kalova shumë mirë ato pak minuta sa që ndrova me Jonën, sepse ishte vërtet vajzë shumë solare, edhe shumë e mirë, më bëri përshtypje dhe kur më bëma atë kursin, mënyra se si më shihte kështu plot dashuri, shumë vajzë e mirë, dhe besoj me Jonën do takohemi dhe herë të tjera se aty afër jemi. Me thënë afër si jemi kështu me shtëpi, po tek puna. Kështu, unë tani do iki prap në punë, të vë syzet e mia të Betit, se jap makinës gjithmonë me syze. Edhe do iki. Jam pak e lodhur se dje kam qëndruar, pse prandaj nuk jo mora më deri nga ora 2 e mëngjesit, ndoshta 1:30 kështu, vetëm me punë shtëpie. La shkallët poshtë, la shkallët lart, lavatriçe, enët, shtëpia, la xhamat, shkund, bëj, sistemoj, la tualetin, tualetin poshtë, ai lart e kisha bërë dritë. Gjithkohës, do më thënë, jam marrë vetëm me punë, kam ikë e vdekur në krevat, më thënë, janë zgjohur që në orën 6, kam marrë orën 2 të mëngjesit si bie e natës, në gjumë, edhe shumë e lodhur. Tani prap në punë, edhe nesër kam prap, sepse është kjo dita e dyrëve të hapura që organizojnë këtu në Gjermani për çdo lloj gjëje, dhe kopshti unë e ka nesër, nuk e di nëse ka të gjithë nesër, po ne kemi nesër. Janë këto dita e dyrëve të hapura që mund të vinë fëmijë me mamat e tyre nga me gjithë zona aty që kanë dëshirë të shohin se si është një kindergarten, aty si funksionon tek ne, ose jo vetëm tek ne, po si është në përgjithësi. Kështu që po, edhe nesër kemi këtë, nuk është jemi shumë veta atje për ta organizuar, kështu që na duhet edhe pak punë për atë. Edhe kështu, i ka unë tani, as kafe s'bëra do ta bëj atje te puna, edhe pse s'pëlqen asnjëherë qumshti atje, po do e bëj atje tek puna. Jam shumë e lodhur dje, sa herë që merja frym, që, domethënë, merja frym, më shtrëngonte komplet këtu, jo nga asnjë gjë nga zemra shqyr Zotit, po ftohje, nga që jam ftohur, nga që gjithkohës i kthej bëu me djers, shkollau, dil nga dushi me të ftohtë, domethënë era budalliqe, kështu që motra juaj po plaket smuret. Tani unë do vendos muzikë, se u mbajta 5 minuta e 53 sekonda këtu. Do thoja 35, se nga që i themi mbrapsh këtu numrat në gjermanisht, edhe gjithmonë shohim mbrapsh ato zoti mat. Edhe do vendos muzikë për qefin tim, so do vendos Era e Strefi, se vendos këngë të vjetra, këngë të erës i kam shumë qef. Edhe pastaj do shijoj rrugën derisa të shkoj atje në punë. Fillojmë nga lufta, edhe sot luft, po sot s'kam shkollë pas ditë të shqyrë. Mbaruam dhe për sot. I thashur një që të shtunën, kemi këtë ditën e dyerve të hapura. Po hapa këtarët. Të masin gjanë, dyrë të hapura, pa dyrtarët. Këtë e puna që të vi pak ajer. Edhe nuk kemi shumë vetë, në fakt, shumë pak. Që do të presim njerëzit që do të vinë. Po, iku dhe shtuna ime në punë. Erdhëm te Edeka për të bërë pazar me grupin. Ishim te Edeka tani, po ju tregoj pjesën e parë të gjërave që morëm një bostan për fëmijët nga ky bio, se kanë shumë qejf. Morëm këto filetot e pulës. Kjo i marrim për të bërë ndonjëherë chicken nuggets në shtëpi me këto. Edhe këto i marrim ekstra. Kjo nga Alnatura shumë e mirë, edhe përdor këto unë për të bërë tip chicken nuggetsa me si ato të KFC-s. Tani morëm këto makaronat integrale që marrim gjithmonë, avokado, këto lule shtytet i kishte bler Ivi, se Ivi ishte me fëmijët tek një park lodrash, edhe këto ishin bio, pastinak, jogurt nga ky me 3.5% ndër, banane që do pishin në shtëpi, mandarina, i morëm se Miki ka qef kur ja shtrydhim dhe kështu t'i haj. Pastaj këto të preferuarat e mia, speca me gjisë të mbushura, janë pikante. Pure molle me
kështu banane që kam treguar, kjo është shumë e mirë. Edhe thash mund ta bësh vet, por ne s'kemi aq shumë kohë në dispozicion. Mangos janë të mjet shumë, brokoli nga ky bio, se pëlqejnë fëmijët, kastraveca morëm 3 copë. Pastaj mora un këto të mijat që ha në darkë, se edhe morëm me sezam, janë shumë mira. Po je do ti jap mami. Sharqi, bostan, edhe po mos e të mirë në kokë shpirt. Morëm pastaj këtë kungullin nga këto bio, janë shumë të mira. Këto do t'i bëj supë se kanë fëmijët shumë qef, ose të pjekur në tavë. Dhe këto zhvepsa ti mora unë për veten time, ndonjëherë kur në darkë kur dua ta teproj me jetën. Pastaj kiwi, vazhdojmë me raundin e të dua shumë, ta qëroj mami? Ta imi ki? Donati, janë domate ato. Okej, kemi këtu domate nga këto të mishit që pëlqejmë, domate bratë për kthimin kështu. Pastaj këto i kemi për momentet tona të çmendurisë, janë në darkë pasi flen fëmijët. Janë shumë të lezetshme këto, i keni nga natyra dhe këto janë shumë të shijshme dhe nuk janë aq të dëmshme sa të tjerat. Mora orizin që marrim gjithmonë nga ky basmati, të natyrës shumë i mirë. Pastaj morëm këtë për të lyer fëmijët ndonjëherë bukën. Morëm këtë që lyejmë bukën gjithmonë nga Arla, kjo është shumë e mirë. Arla mendoj është ndër markat më të mira. Pastaj që e kanë më të shijshme këtë, jo më të shtrenjta, por më të mira kështu me shije dhe cilësi. Mora 2 miell nga ky i zakonshmi, por që është shumë i mirë nga Edeka, se e bëj kështu kur bëj ndonjë petull ose ndonjë gjë për fëmijët. Tani ky është vaj ullir, kështu vaj lule dielli, ka ikur tapa kjo figura që nga mirë sa të parë unë me të ngatruar emrat. Nëse ka ikur kjo nuk e di se ku i vajti, por kemi vendosur që dhe vajin e lule diellit që skuqim një herë në 100 vjet ndonjë gjë, e skuqim me këtë që është me këtë shishën e zezë, kështu dhe të errët dhe jo me plastik. Tani mozzarellën e mora unë për fëmijët në rast se do bëj ndonjëherë pica në shtëpi, që mos të blejmë asnjëherë pica jashtë. Pastaj mora qep nga këto lejlat, se kemi të kuqe po janë lejla, qumësht, pastaj mora këtu poshtë këto tortillat nga këto që janë me misër, janë shumë të mira. Morëm dhe këto pitet kështu greke në rast se do bëjmë njëherë sufllaqe vetë në shtëpi. Pastaj këtu kemi qumësht, edhe këto i morëm në rastet tona, në mbrëmjet tona të çmendura, edhe kjo shkon në këtë. Pastaj pipza për fëmijët që të mos përdorim ato. Ne s'kemi fare plastike, po mos përdorin as ato Chelsea se na i kanë thyer. Kemi dhe inox, po ato duan larë mirë, se s'shes se çfarë është brenda. Pastaj një porridge që pëlqejnë fëmijët dhe këtë nuk e kemi marrë ndonjëherë, po e morëm t'ja bëj një herë. Dhe kaq, morëm ujë Volvic për të pirë dhe një ujë tjetër nga ai që është më i lirë për të gatuar. Morëm gjithashtu një shampo Head and Shoulders, të thoni ju Head and Shoulders, po Head and Shoulders, sepse nuk ka marrë këtë për kaçurelat, ajo t'i lanë shumë mirë. I bën kaçurelat perfekt, me thënë drejtën, pëlqejnë shumë, por problemi është se më ka filluar si zbokth, edhe unë e urrej zboktin. Domethënë, sa po lan flokët ditën tjetër të shfaqes zbokthi është shumë e shëmtuar për mendimin tim, edhe unë kam shumë problem. Alo. Edhe kështu që mora njëra të Head and Shoulders sepse ajo ka qenë shumë e mirë dhe më ka pëlqyer shumë. Këto, morëm gjitha këto, tani do bëjmë punët. Do bëjmë punët se në fakt kalapuça do luajmë, ndërsa Ivi do rrimë kolopuçat, kështu, edhe do më ndihmoj dhe mua këtu në shtëpi. Sot kaluam shumë mirë atje, nuk erdhen shumë njerëz, por që ne kaluam shumë mirë, isha vetëm unë, ishte shefi, ishte edhe kjo zëvendës shefja. Edhe më shumë po muhabet aty se gjërat e tjera, u morëm me ca gjëra koti, kështu tip burokratik është i thellun koti. Edhe çdo gjë tjetër pastaj ishte okay. Ivi vajti me 3 fëmijë tek ky breve na ventoja Landi, që i mbajti atje. Ivi qofse unë vallaj nuk dal asnjëherë me 3 fëmijët vetëm. Unë 3 fëmijët mund i mbaj vetëm në shtëpi. Ndërsa Ivi gjithmonë i çon nëpër parqe lora, që kënaq shumë, kishin fituar edhe 3 lodra, domethënë e kishte fituar Ivi dhe po. Një ditë e lezetshme sot, jashtë deri tani ishte koha perfekt si verë, tani u vrejn pak, por që ka bërë sot 26 gradë, ndoshta dhe jemi në fund të shtatorit, kështu që është perfekt fare. Edhe kështu, tani i ka të bëjnë një gjallë të shishme, të shëndetshme.
Sa më mbaroj dhe supa tani, perimet si që pa ty që i bërë ati, i ka vërë disa, o po zu, kjo, nga avulli nese. Edhe pastaj i hodha dhe këto erza dhe gjëra, i hodha ujë pastaj dhe tani i fërnova, pasi u zjen për një 30 minuta gjitha bashk, kur ngeli pak ujë në fund, jo pak ujë në fund, më thënë, shihet me sy ajo, edhe i zjeva. Gjithsesi unë ruaj gjithmonë pak ekstra lëng, në rast se kjo dele trash për shkakun i hedh atë, po kjo doli perfekt. Ndërkohë poqa pak në tavë kështu mish pule, edhe se s'doja që të hedhja atje brenda, ka dash shumë i shishëm ky, nuk duket dhe aq, po ka dalë i shishëm gjysmë në ëngra fëmijët, vetëm kaq ngeli që t'ja hedh sipër supës se bëhet shumë e mirë, vetëm me vaj ulliri dhe krip. Pjata perfekte e supit, mishi, erzat dhe voila, shi është perfekt. Miki lopa. Si më lopa. Mu. Po, fix. Lopa. Popla. Lopa. Lopa. Bravo, si më lopa. Mu. Lopa. Lopa. Ku e ka syrin lopa? Qeqe. Ajo është koka. Lopa. Po syri. Qeqe. Po goja. A. Po hunda. Po barkun, ku e ke barkun e vogël ti? O barku. Ta haj lopa barkun ja mum. Mam. Mam. Miki qa ka Miki sot auto, Ato. makina, Kamina. babi. Babi. Babi ku te puna. Puna? Miki të dua. Oh, vrepis? Baby. E të bëti pis për vreti. 20 minuten stehen. Miki, të dua. Julia. O jet. O zot. Nuk e di çfarë ju kam thënë herën e kaluar për bojen. Okej, është me kokë poshtë, po s'ju intereson shumë besoj. Të t'i lyej, erdhi momenti. Tash bëj një ndryshim si do, pastaj të zezën e kam në dorë. Do thoni ju që ti ke flok tani të lyera, po ta mendosh mirë, unë i kam flok të lyera, nuk i kam do me thënë flok të lyera, sepse unë i kam lyer me shampo kolor. Shampo kolor mban vetëm disa javë. Kështu që e shkarkon pastaj bojën dhe kjo është ngjyra ime natyrale, që ta dini ju, unë kam flokun natyral shumë zi dhe mendoj një nga arsyet pse më kanë dalë fëmijët është dhe kjo, përveç gjenetikës, por mendoj se kur floku ka një ngjyrë shumë të errët dalin më herë. Nuk e di nëse është teoria sa kjo apo trurim sa kështu, po gjithsesi. Tani do të kemi këtu të shohim. Uroj të më dalë bukur kjo tani, do filloj avash, kjo është bojë, nuk është shampo kolor. Po luaj pas kaq shumë vitesh me bojë, por besoj se do më shkoj. Për të shkuar dikur më ka pas shkuar si ngjyrë, nuk e di tani, se atëherë kam qenë një mështirë në kohën time të rinis, po të shohim. Do ta shoh dhe ju do ta shihni pastaj rezultatin. Nesër kemi një takim shumë special, po nuk e di nëse do ju marr me vete apo jo. Por po, kështu që i ka të bëjmë bukur. Një gjë është e sigurt që kjo mua ka për të më bërë qelbur, po nuk e di se si do shpëtoj. Mirë do ishte të kisha bërë me krem këto, nëse i bëni këto me krem, kështu krem edhe bitches babyt, nuk ju vazhdon boja këtej, po tu pa tu bën ndoshta tregohe me but, me këtë, si e kam bërë këtë si, nuk e di, një shtu ungleshi. Tani, merja lenkës, çoja prenkës. Që i bie, dhe hedhur kjo gjëja këtu për sprapthje, si gjithmonë këtu e kanë këto tapat. Qyqeri, pritëri. Okej. Tani e hedhim këtu dhe pastaj këtë do ta tundim edhe të lyejm flokët. Kaq ishte. Shumë e thjeshtë përgatitur. Unë marr gjithmonë 2 bojra, kështu mbyllet kjo tani. Unë marr gjithmonë 2 bojra në fakt sepse kam plak. Wow, sot që jam mirë. Qa thoshte këtu ajo? Këpute, po. Po pse më do t'a shku nga i herë? Hej, të shkirë t'i vogël. Nisë, hedhim tu. Unë marrë gjithmonë 2 bojra, kjo do i tundur një herë, pastaj do i bëj për nejse.
Edhe marr 2 bojra sepse kam merak se mos nuk më del, ose më lë në një cep kështu pa lyer dhe pastaj më kap kriza, edhe ku do gjeja. Për shembull sot është diel, s'kam ku gjej boj, që të shkoj për shembull në një vitamar ose të dikim me vrap me vet, legjë vetë si që do në vlova ashtu si e trembuar, po. Kështu. Ndaj marr gjithmonë 2 bojra, nuk është se ka raste që më del edhe një boj, sidomos me këto me shampo kolor, tani me shampo kolor vetëm një marr, sepse e kam testuar, dhe plus që tani kam prer flokët, por për këtë mora 2 ua. Më ke se kaq nuk ishte ku të shkonte. Ngjyrat po duket, ha? Po duket kështu. Këtë rast do të luaj të vetë atë koqe. Se unë luaj gjithmonë me bojën që luaj, po kam marrë një atë që ju kam treguar ju para erës son, nuk e di se si ka ajo, do ta provoj atë se ishte duke i goxhaj mirë, kishte edhe një vitaminë C që atje atje, edhe do ta bëj me atë. Edhe ti shohim se si do dalë. Ajo është e zezë normalisht. Kishte edhe një kafe, tani u pendova që son mora fillim kafe dhe shkova e ndrova se kisha marrë fadashje kështu brown, edhe unë doja black edhe mora zezë, kështu që them se bëra gabim se me këto flokë kështu do më shkonte, po kush e dinte. Nëse do marr mirë kjo do t'i mbaj gjithmonë kështu, ose do t'i bëj gjithmonë edhe më të kuqe, ndoshta, ose ndoshta t'i fus të zezën. Nesër. Direkt nesër. Po mendoj një herë mos ta hapa vetë tjetën, ta lë. Edhe përdorim njëherë vetëm këta, se ndoshta më del kjo, edhe pse nuk e besoj shumë, po të pa të bo. Edhe dorashkës pe përdor njëherë për njëherë. Se kisha pa ndjerë aromë kështu boje, sepse ajo imja nuk vjen shumë. Okej, njërë. E di që do bëhe me gjitha qerë këtu, po hajtë. Bëhet që të bëhet. Nuk jam shumë e sigur për atë që jam duke bërë. Nuk jam shumë e sigur për atë që jam duke bërë. Nuk e di të marrë, po jo. E di, po më do thonë të shtyri tani miku lot i vu, se nga amonjaku, se kisha aq shumë vite, pa e gjërë flokët kështu, sa që po më lotoni në sytë, e kisha arruar të se ndjesi që të djegin sytë. Të djegin njerë, të djegin sytë. E vazhdoj një hije të vogël fare vetullave, po shumë pak, 0.1% që të duket pak kështu si e lezetshme. Nejse, nuk duket shumë, se i pra shumë pak dhe e fshiva direkt se kisha merak. Miza. Ku është Miza? Përshëndetje! Unë jam bërë gati, këta janë flokët e mia se si duken tani. Dhe unë do iki sot të takoj Brisin. Përveç se të takojmë, do shkojmë edhe tek baleti, sepse do çojmë goca të dyja. Edhe po, e di që keni shumë pyetje tani, edhe sepse i keni bërë shpesh në për komente, jam e vetëdijshme për këtë, por shpirt. Të shikoj tonat e bëjmë balet. Po, nëse kanë këtu, mami. Jepi Lejles. Të japim Lejles dhe Soleas. Por nejse, gjithsesi, siç po ju thoja, do takojmë Brisin, jam shumë e lumtur që do takojmë, u bë një ca kohë që si jemi parë, kemi folur po si jemi parë kështu live, për 100 gjërave që na kanë dalë. Por po tani do takojmë dhe me zor po prestem ti të marrë 2 kafe për ne të dyja, por nuk e di, ndoshta do pim atje kur të ulemi. Kështu që s'po marrë fare të pim atje. Nëse ikëm ne se jemi në Bremen dhe do të shihemi pak më vonë. Si njëri, mami. Ja, kjo tjetra. Mama dhe balerinave. Foli kanalit. Foli shpesh kanalit. Foli kanalit. Tani. No, come tu posh kemi Solea, nëse. Sole, prandaj po mbuloj. O jo, mbytëm. Nuk i intereson Solea. Jemi këtu te baleti, po. Baletohen vajzat dhe po baletohen këtu. Përshëndetje njerëz, e di që ju kisha munguar. Ja, ku kemi pas, do mungoj më. Okej. Tu pa të bo. Tu pa të bo.
Erdhëm në shtëpi, hajde se të më hapa me shpirt. U kënaqëm shumë fare dhe gocat u kënaqën shumë dhe ne u kënaqëm shumë. Zonin dashën nga njëra tjetra tani. As ne, po kështu është. Ups. Tani erdhëm te shtëpia. Si përfundim do të regjistrojmë pajisat, se ishte vërtet super mirë edhe ato do kënaqen edhe ne do kënaqemi dhe ne kemi si ditë për të takuar vetë. Pse sa ata tek shtëpia kanë kaluar mirë sepse janë me Ivin edhe normalisht me Ivin ata kënaqen, atje me si presin tiki unë. Edhe kështu, oki, që nga ko shumë e bukur tani, lam një super kohë të keqe tani shumë e bukur. Hape dashuri, hape shpejt. Jemi në ditë tjetër tani, unë po bëhem gati se do iki tek shkolla e Kajt, se ka mbledhje tek shkolla për këto javët e para të shkollës. Kështu që po, Kai me Ivin ka nikur Kalvin, domethënë me Ivin ka nikur se kur them unë emrat e shkurtër thon njerëzit, kështu i kanë emrat, po jo njerëz, janë emrat të shkurtër. Kuptohet, besoj nuk ka fëmijë që ka kaq shkurt. Ka domethënë po që kanë kuptim. Kështu që edhe po ju thoja që Kalvin nga sot ka filluar me Kung Fu, do të bëj atje edhe Kai një herë në javë ka si Oki, si Octavia domethënë, edhe do po jemi shumë të lumtur se më në fund filluan nga këto aktivitetet, se kishim shumë dëshirë që t'i çonim fëmijët në aktivitete të ndryshme, të paktën në sporte, edhe po, gjetëm këto dy vendet e mira, jemi shumë të kënaqur. Kështu që tani unë do iki, do bëhem gati me vrap, po presvimi, në fakt se do marr makinën tjetër, edhe do iki unë tek mbledhja. Zjatë 1 orë ajo, është quhet Elten Abend këtu në Gjermani, edhe domethënë mbrëmja e prindërve dhe sqarohen gjëra, jepen data, çfarë do bëhet, çfarë s'do bëhet, si ka shkuar ecuria, çfarë mund të bëjmë ne si prindër më mirë etj që të ndihmojmë fëmijët edhe kështu gjërash. Po, sot unë kam kaluar ditën vetëm me të pastruar si çdo herë tjetër që është i vinë në shtëpi sepse i vishte në shtëpi. Edhe kaq, jam shumë e lodhur. Po kisha edhe mbledhjen e punës time, po nuk e zgjatëm shumë meqense shefja ishte në pushim dhe ishte zvendës shefja. Edhe ajo e bëri pak më shkurt sot, super fare. Kështu që, okay. Njëri erdhi, tjetri iku. Ora unë e vrap makinën edhe erdha për të mbledhja. Jam 3 minuta me vonesë. Ka problem se ata se jam mbledhur, besoj. Por ne haj shumë angazhime kemi sa çdo gjë e bëjmë me limite. Mbaruam tani, po iki në shtëpi. Edhe mbaruam fiks në orar sepse normalisht jemi në Gjermani. Fillohet në orar, mbarohet në orar. Në orar fiks domethënë, të kuptohemi. Unë tani kënaqem shumë te këto mbledhjet. I kam shumë qejf këto mësueset e Kajt. Edhe mua në përgjithësi këtu në Gjermani më pëlqen shumë sistemi. Sa ngushtë është këtu. Po. Do bëjnë 100 pip. Ne si pa mbyll këto që të koncentrohem te kjo. Mua më pëlqen shumë këto mbledhjet e tyre, më pëlqen shumë mësueset e Kajt, më pëlqen, mua personalisht më pëlqen shumë sistemi i shkollimit këtu në Gjermani, i fakti që ata marrin shumë kohë për gjërat në përgjithësi, është këtu jo vetëm për këta të klasës së parë, të dytë etj, por për të gjithë. Edhe më pëlqen shumë, ndihem shumë mirë. I japin kohë çdo gjëje, madje tani po thonin në shtëpi, po na thonin ne që mos i trajnoni shumë fëmijët në shtëpi, sepse ecin më parë nga shokët dhe ne këtu përdorim të njëjtin tempo për të gjithë, kështu që s'do të ishte mirë nëse fëmiu juaj për shembull ecën shumë në avans, edhe s'do të kishte më as interes për mësimin. Kështu që na thanë që kemi kohë, marrim kohë mjaftueshëm edhe kështu gjërash, kështu që kjo është shumë e mirë, mënyra e edukuar se si flasin, nuk të kundërshtojnë asnjëherë, shumë qetë, shumë të edukuara, më pëlqejnë shumë. Me thënë nuk kam parë asnjëherë në dyja këto vitet, edhe as në kita, që të flasit dikush me arrogancë apo të ofendojë, nuk flitet asnjëherë në veçanti për një fëmijë në sy të prindërve asnjëherë, as për mirë as për keq kurrë.
flitet gjithmonë në përgjithësi. Dhe siç ju pata thënë unë herën e kaluar, na marrin para se të bëhet kjo Eltenave, na marrin telefon edhe na lajmërojnë për situatën e fëmijës, pra si është duke ecur në shkollë, në çdo aspekt të mundur, jo vetëm për rezultatet akademike, sepse të jemi të sinqertë, këta nuk i japin vetëm prioritet rezultateve akademike dhe për mua kjo është shumë e mirë, sepse si fillim fëmia duhet të jetë fëmijë, pra njeriu duhet të jetë njeri, edhe pastaj të di të mbledh, të lexojë etj. Kështu që po, edhe sot na dhanë edhe ato fletën e takimeve, normalisht janë shumë të strukturuar, çdo gjë e bëjnë në avans. Për shembull tani na dhanë një informacion ne që i përket klasës së tretë, domethënë, por thjesht na paraprin që ne ta dim, kështu gjërash, domethënë janë shumë në avans me çdo lloj gjëje që bëjnë, edhe shumë të strukturuar, gjë që mua pëlqen shumë. Unë jam vetë kështu tipi, më pëlqejnë shumë këto gjëra dhe më pëlqen rregulli, disiplina. Kanë vendosur te klasa, na ka treguar dhe Kai, por u fol edhe sot. Është vendosur një letër e kuqe në momentin që fëmia, si kartoni kuq, le ta quajmë kështu, që fëmia e te kalon, edhe një nga prindrit sot po thoshte që nuk i pëlqen kjo gjë, se i duket sikur fëmijën e vet e ndrydh. Unë personalisht e pëlqej këtë gjë, edhe arsyeti i mësueses më pëlqeu shumë, i mësueses matematikës, le ta që kjo duhet, sepse u bë një kohë që fëmijët nuk i interesonte shumë konsekuencat që do të kishte, pasojat që do të kishte nga veprimet që bënte, dhe kështu që po bëhej shumë e vështirë, se tha imagjinoni një fëmijë që është më i madh se fëmia juaj, e qëllon fëmijën tuaj, edhe nuk ka asnjë pasojë të këtij veprimi që është duke bërë. Kështu që është diçka që fëmijën e stopon të bëj një veprim negativ, sepse e din, unë marr këtë, njëherë marr kartonin e verdh, pastaj marr atë portokalli, pastaj marr të kuqin, dhe me të kuqin, nëse bëhen shumë të kuqe duhet të vi mami të flas me mësuesen, kështu që unë personalisht e gjej diçka shumë të mirë, që fëmia të di pasojat e veprimit që bën. Kështu, edhe u fol për shumë gjëra të tjera, siç flasin këta zakonisht, edhe wow, një machok u zi, sa po më preu rrugën njerëz, por unë nuk besoj të këto. Kështu që jemi okay, jemi shumë okay. Tani i gjeti fiks para makinës time. Bëshaka. Po, nuk bëshaka të pjesa që nuk i besoj, por që po. Kështu tani po ikim e vrap sepse është orari i gjumit. Është ora 7:30, tani mbaron të mbledhje, domethënë, edhe është orari i gjumit të kolopuçave, madje janë duke pritur tani vi, kishte vendosur që të lanin dhëmbët, po lajnë dhëmbët të tre, edhe nani. Të dua. O jet. Jet. O zot. Të dua o jet. O zot. O zot. Të dua o dritë. Qiki. Ta puti qik mami kështu? Miki? Kështu? Po me si të toki Miki? Bana. Ku i ku Octavia, Miki? Ku i ku Octavia? Te Tita po Calvin? Kaldin. Qiki. Mirëmëngjes, sot ju kam thënë mirëmëngjes. Ne po dalim tani dhe do ikim të shohim për makinë për mua. Ti mirëmëngjes ka thënë mua ti. Të thash mos ke dëgjuar. Dhe ikim të shohim për makinë për mua, sepse kjo vogëlishja ime është aty. Nuk ka bërë asnjë nazë, asnjë gjë, po ka këto datat e tyvi tani dhe ne tham, po marrim më mirë një tjetër që edhe të kemi dy për televizor kështu në autoban, që mos marr gjithmonë këtë TV. Kështu, tani po ikim, do shohim një herë, do provojmë dhe kismet, tu bo, nëse gjejmë do një të mirë. Faleminderit më për makinën. Jo, çaktu. Flasterin. Erdhëm këtu. Paska 500 milion makina. Ja, i ve gjeta makinën time. Shikon atë Teslën atje? Tesla. Kush pëlqen? Jo gishtit. Ç'a të bëj? Merri vetëm syrin. Jo gishtit.
Bëri zyrin do t'i vijo gishtin. Hajde bura syrinse. Hajde shpirti vogël. Kuqi. Që je shqiptar, pa më thënë që je shqiptar. Shqiptar i shkon që të mëndë tek Benzi, Mercedes ose tek BMW-ja. Baj, shpirti vogël, kjo më pëlqen mua. Morëm 3 qesa për të provuar 3 makina. I bleva këto oki tani të rosë, më pëlqen shumë, se si që dini kemi këthër gjitha kështu. Edhe më pëlqeu shumë. Edhe këtu ishte kjo pjesa plastike, por në si ka ky kontejneri këtu, ky mbajtësi. Shumë e bukur, kjo diku tek 8 euro. Më pëlqeu shumë. Ka kështu që nuk i bleva. Ndova edhe për Miki në fakt të blija një kështu, por Miki ka një tjetër, edhe është Mine. Nine. Miki, të kujt janë këto, Miki? Mine. Mama. Haje, mama, më shpirt. Brokoli, tololi dhe makarona. Donono trita. Të dua shumë. O jetë. Alo, Daja. O do dirë. O Daja. Alo. Daja. Hajde. Puqi që daj. Do ikim të shtëpia. Po, hajde shtëpia, o dritë. Të hapësh ti? Mirë mëngjes nga një tjetër ditë. Në fakt nuk është mëngjes, është drek, për mos tëm pas dite. Në varë këtu të dora, se ka papa dashur të share në Big Brother. Edhe, po, unë tani jam bërë pak kështu gati, kam lërë vetëm buzët, në fakt dhe pak concealer dhe pak blush këtu. Edhe ne do ikim diku që për momentin nuk ju them do të gjëm. For për pres të vivi, fëmijët i kam bërë gati dhe vetë jam bërë gati, dallohet se shtëpinë e kemi kështu kaos, me gjëra që janë shpërndarë që të ndaj lotra, po gjithsesi. Edhe do t'ikim, kështu që po pres të vivi, iku dhe ky shkretim. Edhe do ikim në një vend që ju do ta merrni vesh më vonë, pak më vonë, sepse është ende surprizë. Por që, po, me zëru 5 të atje. Edhe ndërkohë unë kam zëri kështu pak si të ngjyrur, se nuk e di se di kisha pak si dhimbje fyti. Nuk e di jam ftohur, ndoshta sepse unë fle pak hollri, pak holl veshur, për shkak ky është maksimumi im që mund të bëj unë. Edhe ndoshta nga ajo ndikon. Por nejse. Po ikim, unë kam shtrirë pak fare flokët, sepse i lava dhe thash po i shtri, jo pak fare, i kam shtrirë tamam, më thënë. Flokët, se thash u lava, më ishin bërë kachurela gjysmë, kështu se i kisha kap. Edhe thash, hajt, futi një shtrirë. Ndërkohë, sot ishte një ditë e zakonshme, u mora fëmijët nga shkolla, kopshti e të jë, edhe jam marrë vetëm negative, bëra disa sufllaqe sot, normalisht shtëpi me patatet tona, mishin tot, pitet i kisha të gatshme nga këto që blej tek Edega. Miki mori gjitha bebelinat i hodhin kosh, në tokë, domethënë. Nëse, ika. Po bëj këto çantën gati edhe të nisemi. Këpucët e baletit të okit, më ka ikëzëri. Edhe këpucët e kung fu së Kajit. Ka ardhe kostumi Kajit, po e rinte pak i madh, kështu që u detyruam ta kthejmë që t'i marrim mas më të vogël. Sa bukur. Octavian fakti ka të dytat këto, se kishte një paltira që ishin më të mira, po nuk e di se ku i ka hedhur, dhe i porosita këto për shpejt, po ishin shumë mira, e rinin shumë mirë.
Jetzt kommt noch Ronald. So. Jetzt bin ich dran. Piktura e ditës nga ka. Zuerst die Bonbons in den Kopf des Geräts legen. Jetzt ist es voll mit Speichel. Wie kann mein Haar ihr nur so gut schmecken? Es ist richtig klebrig. So. Kannst du reinkommen? Atë është dita e dyre të hapura për Selfixën. Ne po ikim, kjo është karroca Oktaviës, po megjithëse ka e la bosh, Migi e la bosh, po e përdor Oki. Mua yllim. Se që po ikim, dita sot është shumë e bukur, edhe unë të dua shumë ty. Dita sot është shumë e bukur. Dielli shkëlqen. I zemra ime, je gjë mirë. Zëri im ka ikur pothuajse fare, do kemi ditë ka të bukurosha, që po vinë, s'po fokusohet. Blem këto tani. Okej. Si vrapon. Erdhëm në shtëpi tani, po përgatita do me thëmë pak snack, ua zëri im sa keq. Dhe do shihim ko njerë sepse shumë bukur.